Në dhjetor 2025, përfundon mandati i Altin Dumanit si drejtues i SPAK. Ai do të rikthehet si prokuror i thjesht ose në rast se pasardhësi e konsideron të dobishëm, mund të emërohet shef sektori, por ajo që po ndodh pas kuintave është edhe më domethënëse. Edi Rama ka nisur lëvizjet për të vendosur në krye të SPAK një kukull politike, siç tentoi edhe më parë me Edvin Kondilin, kandidaturë që u dogji nga SBA. Në bilancin e tij si drejtues i SPAK, Altin Dumani ka disa goditje në nivele të larta, por me hije të forta dyshimin se këto janë bërë me porosi nga Edi Rama, ndërsa shumë të tjerë, të lidhur me të në biznese të pista dhe dosje të rënda, nuk janë prekur asnjëherë. Janë 6 muaj që i kanë mbetur në detyrë dhe në zyrën e tij ndodhen 10 dosje penale të regjistruara, kallëzime të bëra publikisht ose nga agjenci ndërkombëtare, të cilat Dumani ka futur në hetim vetëm në letër, por nuk ka guxuar të prek autorët real të krimeve. Sipas të dhënave të siguruara nga pamfleti, publikohen më poshtë shumë emra funksionarësh të lartë, oligarkë dhe trafikantë, të gjithë të kallëzuar në SPAK dhe me dosje të hapura, por që kanë mbetur të paprekshëm. Edi Rama, kryeministri që ka parë të futë në burg 73 ministra, zëvendësministra, kryebashkiak dhe drejtor, por që vetë nuk është thirrur asnjëherë për të pyetur, kur SPAK tentoi të kërkonte telefonin e tij, Dumani u tërhoq pasi u kërcënua politikisht. Olsi Rama, i kallëzuar për lidhje me grupin kriminal të trafikut të drogës Xibraka dhe i përfshirë në mashtrimet e skemës call center me Amant Josifin, Dumani dhe vartësit e tij e nxorën të pastër. Angela Gaçi, sekretari i përgjithshëm i kryeministrisë, përfshirë në aferat e landfilleve dhe grabitjet e 600 hektarëve në Bregdetin e Vlorës, në bashkëpunim me trafikantin e dënuar Artur Shehu. Shkëlzem Berisha, i lidhur drejt për drejt me aferën kriminale Gërdeci, që shkaktoi 26 viktima dhe mbi 1 miliard euro dëme, Dumani nuk ka guxuar ta procedojë penalisht. Ogerta Manastirliu e përfshirë në 3 koncesione famkeqe, pajisjet kirurgjikale, laboratorët dhe check-upin, asnjë masë penale ndaj saj. Geraldina Prodani, ish sekretare përgjithshme e Ministrisë së Shëndetësisë, e kallëzuar për të njëjtat afera me Manastirliun, por ende e paprekur. Frida Krifca, me 3 kallëzime të drejtë për drejta nga Olaf, Eurojust dhe qeveria gjermane, për abuzim me 138 milion euro fonde të IPARD për bujqësinë, por jo vetëm që nuk është marrë pa ndehur, por u emërua dhe këshilltare në kryeministri. Janis Karathano, koncesionari laboratorëve i përfshirë në korrupsion, kontraband ilaçesh dhe pastrim parash, nuk është marrë asnjëherë në pyetje. Tom Doshi, me dosje penale në SPAK për krime zgjedhore, pastrim parash dhe korrupsion, si edhe një kallëzim zyrtar të dërguar nga drejtësia australiane, por ende është i lirë dhe i paprekur. Imer Lala, figurë që qëndron në dosjen 184 për manipulime zgjedhore në Dibër, i përfshirë edhe në trafik droge dhe organizime vrasjesh, dosja e tij mbetet në sirtar. Edmond Haxhinasto, pjesa e aferave të rrugëve dhe koncesioneve me çiftin Meta Kryemadhi, Ilir Meta është arrestuar, Monika Kryemadhi është e pandehur, por Haxhinasto është bërë deputet. Po ashtu me dosje në SPAK janë Pollum Salilari, Bashkim Ulaj, Gjergj Luca, Lul Morina, Trifon Murataj, Bana King, Arben Muçobega, Kullat në Vlorë Sarand, Andrea Çaushi, Kalaja Lëkursit dhe Eral Myftaraj Elbasan, të gjithë të kallëzuar për pastrim parash dhe lidhje me krimin, por askush nuk është thirrur, ndalur apo marrë pandehur. Ndërkohë të paprekshëm mbeten Dritana Golli, drejtori i fondit të zhvillimit, mafiozët e përfshirë në Bankers Petroleum, Argend Balla, deputeti PS si dal në dosjen Troplini, Agron Xhafaj, të cilit nuk i është sekuestruar ende asnjë pasuri e përfituar nga trafiku. Pyetja tashmë e qartë, a do të guxojë Dumani në 6 muajt e fundit si drejtues i SPAK të prek ndonjërin nga këta? Apo do të largohet me një bilans të përgjysmuar, ku goditjet janë selektive dhe të paqëndrueshme përballë historisë? Përgjigjen e vërtetë jep lista e të paprekshmëve.